Zoti Besnik, vlla juaj ka qenë dëshmitari kryesor në çështjen e Arben Frokut. Për këtë çështje ju keni qenë në mbrojtje të shtetit. Po, tash një vit një mbrojtje të shtetit, derisa që më nxunë në rrugë shteti. Me çfarë argumenti ju keni dalë nga programi i mbrojtjes? Nuk e di, kam shku 3-4 herë me taku drejtorin e zemës drejtorin, më kanë dalë sikur të shaga, e s'më ka lënë mu futas në zyre, s'më ka marrë as gjë në shënim. I ka thënë policit mbrojtje, sill më në zyre. Edhe shkova, më tha, je po shumë nga programi. I thash ai bab që e nxjerr kalamajn për shtëpia nuk kam bab. Unë babë nane kam shtetin. Je i dalën tha nga programi, tha dhe i thash po plaka tha në program. Në programin e mbrojtjes janë edhe 5 vëllezërit tuaj. Pse përjashtojni vetëm ju? E di najm po puçi. A keni pasur një komunikim të drejtë për drejtë me të? Çfarë ju ka thënë ai? Ai ma komunikoi. Edhe më tha shit firmë tu, i thash s'du me shit se nuk çes firmë. Edhe si ta firmë unë. Unë nuk jam dakord me këtë program. I thash se tjetër qysh e kam bën fjalë, tjetër qysh ma bën. Edhe atë fjalë i kam shitsat. E jam dalë për zyre, më marr doja që u marr juve. Tani që ju nuk jeni në programin e mbrojtjes, a ndjeni ju të kërcënuar? Unë nëna i kërcënuar edhe kur kam qenë mbrojtja. Se kam pas disa telefonata. Kam pas disa makina. Çfarë ju thoshin personat që merrnin në telefon? Edhe ty do të vinë rradha jote. Do të vinë rradha jote. Kaq 2 fjalë. I keni denoncuar këtë rast? I kam denoncuar, janë me shkrem, ja kam thua policit. Çfarë apeli i bëni sot shtetit? Shtetit i tham, i bëj apel që unë me më tregu ka me shku, shka me bën. Shka të bëj? Se unë nuk e di vetën mbrojtën. Unë jam i kërcënuar nga të nëntë. Se njëri janë jashtë, njëri janë ku di unë. Unë jashtë ekurave. Nuk e di kua, me më dhanë të në botën, po unë më orën masa dishka. Se unë jam vëlla jam ka qenë për shtetit, nuk ka qenë kundra.